Kam sjellë recetën e tortës Raffaello, përgatitja shumë e shpejtë, bëhet shumë e shijshme, besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitje. Në një tenxhere të lloj që nuk nxeht, shtoj 3 paketime me pudinë vanile. Përgatitja e kësaj torte është shumë e thjeshtë, nuk ju merr shumë kohë. Bëhet shumë e shijshme, ideale për festa të ndryshme, për dhuratë, për ditëlindje, varet se për çka e përgatitni. Shtojmë dhe paketimin e tretë. Shtojmë 8 lugë gjelle me sheqer, 1 vanilë sheqeri për aromë. Tash masën me një tel kuzhine e përzi mirë para se t'ja shtojmë qumshtin dhe ja shtojmë 1 litër me qumsht. Dhe përsëri masën e përzi mirë para se ta vendosim në zjarr. Ndohem që mos ngele torta, pudinga të fitojnë një masë të njëtrajtshme. Tenxherën e vendosim në zjarr, vëzim zjarrin temperaturë mesatare, e zi masën duke e përzier vazhdimisht derisa ajo fillon të vlojë. Masa ka filluar që të vlojë, është trashur mjaftueshëm, tash e largojna nga zjarri. Pasi e kam largu pudingën nga zjarri, ja shtoj 130 gram me margarin apo puter, varet se si doni t'ju përshtat në recetës, dhe kështu e përzi vazhdimisht derisa të shkrihet margarini. Kur të është nxehtë masa, më lehtë bëhet shkrirja, kurse kur të ftohet më vështirë, duhet që ta përzini me mikser. Përzi për disa minuta dhe do shkrihet margarini. Pasi kam përzier mirë masën, shkri margarini, tash morim dhe kalojmë në një enë tjetër që më lehtë të bëhet ftohja. Morim një shpakull kuzhine dhe mundohem ta kaloj të tërën. E mbulojmë tash enën me një foli najloni, mirëpo lojmë hapësi, kështu që të kalojë avalli, sepse masa në qoftë se nuk kalon avalli, atëherë do zbutet, do bëhet shumë e lëngshme. Vetëm ja vendosim kështu folinë e najlonit që mos vendose kore pjesa e sipërme. Tash morim një enë tjetër të madhe dhe në të shtoj një paketim me shllak pluhur. Ja shtoj 1 gotë me qumsht të ftoftë. Qumshti patjetër duhet të jetë i ftoftë. Ja shtoj 1 gotë 110 ml me sheqer dhe masën e rrahim mirë me mikser. Pasi kemi rrahur mirë shllakun, kështu me mikser, tash ja shtojna 1 gotë 250 ml me kokos, mbushur plot, dhe e përzi kështu mirë. Rreth 2 minutave përzierja është mjaftueshme. Kam përzier mirë masën, kam shtu 1 gotë 250 ml ose 150 gram me kokos, duhet që të shtoni, derisa pudinga të ftohet, në masën e vendosim tek vlladi në frigorifer. Pasi pudinga ftohur dikon rreth 50 minuta, ja largojmë folinë e najlonit dhe ja shtojna 150 ml me ajë të ëmbël apo hoplla dhe masën e përzi mirë, kështu me anë të një lugë apo me mikser, varet se si doni të veproni. Dhe përzi pak dhe do ja shtoj arrat e bluara, gjithsej do ja shtoj 250 gram me arrat bluara. Mund t'i shtoni lajthi, varet se si doni.
dhe tash masën e përzi mirë. Kam përzier masën mirë, tash marr kallëp për torte apo një tepsi të lloj që hapet, është me dimensione 24 cm dhe e vendosim në një pjatë apo në një pjatë një përdorimshe, siç janë, dhe fillojmë që të bëjmë radhitjen. Herën e parë shtrojna nga masa e përgatitur me puding dhe arra, një shtresë të hollë. Mundohem ta përhapi mirë gjithë sipërfaqen e pjatës. Dhe tash do hedhi pandishponj të coptuar. Mirëpo ju mund të shtoni biskota apo pandishponj të plot, mirëpo kështu të coptuar shumë më lehtë bëhet renditja dhe do dale shumë e bukur kur të bëhet prerja. I vendosni kështu gjithë pjesët e pandishponjës mbi sipërfaqen e kremit apo pudingës. Mundohem në çdo pjesë të vendosi copa pandishponje, gjithsej do na duhen 500 gram. Kështu i përhapi mirë, mund dhe biskota, ashtu mund dhe pandishponjë të gatshme ose të përgatitni ndonjë rend të pandishponjës vetë në shtëpi. Mirëpo kështu me të coptuar do e keni më mirë, sepse shumë bukur do del prerja. Kështu e bëjmë një rend duke i vendosur pandishponjat e coptuara. Kam vendosur gjithë copat e pandishponjës mbi sipërfaqen e kremit, sipër kështu ju shtoj qumsht, luk mundohem që ta përhapi qumshtin sa të bëhet zbutja e tyre. Dikon 4-5 luk qumsht është mjaftueshëm. Tash hedhi nga kremi me puding, arra dhe ajk. Ka marrë një luk të madhe, më lehtë do e kem kështu që ta përhapi. Përhapi mirë, dikon 3 luk të mëdha është mjaftueshëm për një rend. Mundohem gjithë copat e pandishponjës t'i mbuloj me krem. Mbi kremin do hedhi shllakun e rrahur të cilët i kam hedhur kokos. Një shtresë të hollë, mundohem që ta përhapi, marr një shpakull dhe përhapi mirë mbi sipërfaqen e pudingës. Mundohem që ta bëj një sipërfaqe të rrashtë. Kam përhapur mirë, kështu jam mundu ta bëj një shtresë të rrashtë. Tash përsëri marr nga copsat e pandishponjës dhe rendes. Një rend me pandishponjë, një rend me kremin e pudingës dhe një rend me kremin e kokosit. Përsëri mënyrën e njëjtë e përsëris derisa të bëhet harxhimi i gjithë kremave. I zbos me qumsht, mënyra e njëjtë vazhdon tutje.
Kam formuar tortën, gjithsej kam shtruar 4 renda me pandishponjë të coptuar, 4 renda me krem nga pudinga dhe 4 renda me krem nga kokosi. Tash do përgatis shtresën e fundit. Për shtresën e fundit na nevojiten 200 gram me çokoladë të bardhë, mundësisht çokolada duhet jetë e kualitetit të lartë, Milka, dhe 200 ml me ujë të ëmbël. Dhe tash masën do e vendosi në zjarr dhe në temperaturë mesatare do e shkrinj kështu çokoladën duke e përzier vazhdimisht derisa ajo të bëhet bashkë me ujin. Kam bërë shkrirjen e çokoladës, vërehet, është bërë bashkë me ujin dhe masën e përgatitur ja hedhim sipër tortës Rafaelo. Ndohem që ta përhapi mirë gjithë sipërfaqen. Vërtet, përgatitja është shumë e thjeshtë e kësaj torte, nuk ju merr kohë dhe bëhet shumë e shijshme. Ta bleni nëpër ëmbëltura është me një kost të shumë të lartë, kurse në shtëpi e keni shumë lehtë ta përgatitni dhe është më ekonomike nëse përgatitet në shtëpi. Dhe tash tortën e fus në frigorifer dhe e lëm të qëndrojë për 10 orë kështu tek vlladi. Tortën e kam largu nga frigoriferi, këtu kam kokos. Do shtoj kështu nga pjesa anësore e tortës, nga gjithë anët. Formoj një lloj rrethi. Vërtet ka dalë shumë bukur. Dhe në mes do shtoj pak kokos. Tortës ja largojmë kallëpin, marr një thikë dhe kështu anësorët, një thikë të mret, ja largoj nga kallëpi, që mos t'ja prishi formën, më pas ku t'ja largoj kallëpin. Nga gjithë anët veproj në këtë mënyrë. Ja largoj kallëpin me shumë kujdes, që mos t'ja prishi formën. Ja kam largu kallëpin, sipër do I vendosi Rafaelo. Kështu. Do ja japi një pamje shumë të bukur. Torta Rafaelo është gati, ka dalë shumë bukur. Mirë po unë nuk mund të ndaj asnjë pjesë që t'ju demonstroj se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e bukur, pasi e kam për dhurat. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë tortë Rafaelo, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.